E nisi me prezentimin. Po, pa tjetër, mund të prezentoj direkt. Sigurisht. Kemi sot në studio një personazh shumë interesant, që është Bardok Bicaku, si që njihet ndryshe, Bardi Music. Në për rrjetet sociale, kam përshtypjen që gjithë e kemi parë, gjithë e kanë parë në për bërë viral goxhana për rrjetet sociale. Jo vetëm Bardin, po edhe boksin që e ka gjithmonë karakteristik. Një djalë bohemian i muzikës së rrugës. Bardi, mirë se na erdhe një herë. Mirë se erdhe. Se jo fokusuar për këngën, kënaqësi që je në studio. Je super viral në rrjetet sociale me muzikën e bukur që bën. Nëse e ke gati këngën, unë do doja shumë ta dëgjonim dhe live. E ke? Kemi apo akoma? Je tani po lidhet. Tani po lidhet. Disho u lidh se gjova këtë. Pra, u lidh po s'po më lidhet aplikacioni kjo. Okej. DJ-s. Mirë, teksta ti tenton, ndërkohë dhe mund të flasësh. Ose ne kemi dhe videot që mund të shohim pak, kemi disa video dhe regjia mund na i fusni pak për të parë dhe për të kuptuar se ç'a atmosferë bëhet në plazhe me Bardin. I ndjekim pak të plot. Për dashnije për rajnë Jam tyron si vjetën Me na lidem babaden Rop si unë s'ke ku qenë tjetër Për dashnije për rajnë Për dashnije për rajnë Hajde, opa Bravo, bravo Ashtu Jeti them se qaku I ti është vetë liria që ka Dhe në Kosovë në brigje drinit jo livi Ja fladit I balin trinit, ja fladit Okej, vetëm pak nga atmosfera e plazheve, ku jo të gjithë janë kënaqur me performancat e Bardit, po do të diskutojmë më vonë. Do ta dëgjojmë mirë këngën. Okej. A dëgjojmë mirë këtu live. Vdes për muzikantët që janë me boks me vete, se unë vetë eci me telefonin e me bokset kështu në përzyrë të këtë gjuar muzikë, kështu që gjej veten. E kemi gati, Bardi? Ashtë. Kom dy qonin Kisilvia I usta murat I mami Roma Serbia I usta murat E kom dy qonin Kisilvia I usta murat E mami Roma Serbia I usta murat Byrek, byrek E usta murat Katër copa bajnë dy pare E usta murat Byrek, byrek, e ju sta murat Katër copa bajnë dy pare, e ju sta murat Ajde! Byrek, byrek, e ju sta murat Katër copa bajnë dy pare, e ju sta murat Byrek, byrek, e ju sta murat Katër copa bajnë dy pare, e ju sta murat Byrek, byrek, e ju sta murat Katër copa bajnë dy pare, e ju sta murat Faleminderit. Bravo, bravo. Na kënaqe. Na bëret këndojmë. Që me mëngjes të këndojmë. Na gjeti dhe mbi den me byrekun. Fiks fare. Sa preferon të këngën në plazh, Bardi?
E preferoj në fakt të Shqipërisë mesme e duhen shumë. Pak ujë kisha desht. Patjetër, Po, ja të ja se të ndihmon Tiri. Ndërkohë Tina në fem pak se kush është Bardi. Nuk e di nëse ke studiuar muzikë apo e ke pasion dhe çfarë punësh të tjera ke bërë dhe për të arritur më pas te ky djali që bën muzikë të skenës së rrugës, le të themi. Faktikisht, unë kam pas pasion që i vogël edhe kam kënu që në klasë të 5 të mrapa, kam kënu në për festivalet vogla me shkollën. Apo pastaj sot ka orë dita që nga pasion me këthojnë profesion, se është pasioni me profesionin ka shumë, i kanë shpijet shumë largë, si e vërtet është. Pra ti je në kuadër të pasion. Tash për shembull kam kthej postoj se një forë profesioni, jo 100%, po pakën 50-50 si thujnë se. Do punë që të bash profesionist. Çfarë punësh të tjera ke bërë më përpara? Pra pse nuk e zgjedhur studiosh arte? Kam punu në ndërtim, kam punu lloj-lloj punësh. Po, mund të vazhdosh. Ka bërë shumë punë edhe ke zgjedhur pastaj që pasionin tënd ta ndash edhe me njerëzit në qytete të ndryshme të Tiranës, në rrugë, por edhe nuk vetëm kam qenë në Francë, kam qenë në Itali, në Spanje. Sa kohë ke që e bën këtë gjë, Bardi? Sa vite u bëre që deri tashmë në qytete dhe këndon? Po thuaj se nuk e di bash sot fort, po në 7 vjet janë bënë. Ja 7 vjet, po ja 3-4 vitet e fundit ka që është bërë viral lirë, kjo është sigurt. Po, 3-4 vjet e fundit atë. Tani ndalemi pak. Ne kam shpenduar video shumë për ne. Ndalemi pak tek vendet jashtë kufive të Shqipërisë. Ke kënduar shqip atje? Kam kënu në Francë, kam ca video, si kam pas hedhë, kam hedhë dhe në TikTok, kam hedhë dhe kështë në Instagram. Në Francë kam kënu edhe Shqip, a jam mënu diska, në di limitet e minja se kuj kam, po jam mënu, adim më për 7 njerëzve, adim nej Kongarape, nej Spanjole, greke. Njerëzit duke se knaqen, se i shoqet e turistët edhe atë shqiptarët që frekuentojnë shif çfarë atmosfere bëhet. Po, i kanë aty do e dilja, se dhe turistët, faktikisht, me sa kam parë më shumë të vitet e tua, turistët janë ata që janë më të lirë shumë, këndojnë. Po, kërcajnë, atë video, të ke video këto, aty këshim të këtoj në muzikë Tiranëse. Do kalojmë prapë. Po, atë janë të huj, gjithë, vetëm një është Tiranëse, një grua është Tiranëse, tjerë janë këtë huj. Janë nga Slovakia, Bosnia. Po shqiptarët, Bardi, kanë qikë më komplekse, janë pak më komplekse, po. Së dhe mos, shambull, kër i shofën të video, femra të në shqiptarë nuk mundën me dalë shumë me kërcojizëm shumë. Kanë komplekse. Ne po e thoshim që përveç atyre që kanë pëlqyer performancat e tua në rrugë, kanë suportuar, do shta të hedhin edhe të ardhurat të vogla. Ka nga ata të tjerë që teksa filmojnë videot e tua, thonë, ky djali po na prish qetësinë nëpër plazhe, pse del ky këtu, më ka marrë për qetësi, jo po ky nuk di këtë këndoj, kush i jep lekë të dali. Si merr ti këto komente nga njerëzit? Të shqetësojnë? Po, mu vetëm japin, se thënë, më japin ata të frymëzojnë, më japin inspirim që unë të mësoj për shembull, të mësoj ma shumë pjesën ty ma shumë muzikë. Të janë më shumë. Të përmirësohet. Edhe mija bëmë të ndrejtë, se shumë meritojnë ta që bëjnë komente. Të duhet leje? Sepse artistët të muzikës të rrugës zakonisht marrin leje nga bashkia. Zakonisht për plazhe nuk duhet leje, po dalën ka njerë probleme me njerëzit që kanë bizneset atë për shembull, pronat private. Po unë asnjëherë nuk u futëm njerëzve në për çadra për shembull. Unë vjen septa gjithë vinë atje. Në fund të pjesa plazhe. Në plazhe dakord, po në qytet kanë për një leje specifike për të. Normal se ka nevojë për leje. Këtu kam hap edhe nipt, u bën gati 3 muaj që kam hap nipt, edhe akoma s'kam marrë leje, kam paguar ca lekë në bashki, po s'kam marrë gjë. Leje s'e kanë merituar nga që po konkurenca Bardi si është, se unë di që ka disa individjerë që e këndojnë, e kanë pasion të të kënduarit në rrugë. Ka, ata të dalin me dare, janë ca që dalin me kitare, ka dhe me kësho, me boksa, po, boksa të thjesht, adin boksa kines, boksa si nuk kanë një cilësi shumë, se nga që ata nështë nuk e kanë studiu si pjesë, këtë pjesë. Po të si të shkoj mendja të marrësh boksin? Mirë që ka marrë boksin, po këto janë, të kushtojnë, Bardi? Kushtojnë, po. Dhe du të marrë për asyja të shtrika? 400.000 lekë, kjo e banë 400 i banë e kjo. Dhe i ke blerë me lekët që ke fituar? Po, normal, me lekë s'kam fituar. Ka shtu? Mu kam gjuar, faktikisht që
Kam disa që fitojnë. Varet, për shembull, ka ditë se ka fitim të mirë, ka ditë se s'ka fitim hiç, po s'ka kam shumë problem. Tham, hajt më dal herë se. Kush është periudha më e mirë, Bardi? Pesh është periudha më mirë. Vera. Vera. Po kush është dita më e mirë, po themi, që kap lek mirë gjatë ditës? I ditë se ka qenë më mirë, se më men ka qenë rreth 3 vjet, kam hyrë në një lokal të Don Bosco, edhe kam pas edhe një skupona këtij, miksin kompjuterin. E kam ka për rreth 500 euro, për 3 orë 500 euro. Hajde! I kanë gjujt njerëzit. Rrini kot ju këtu, goca, punoni ju këtu. Jo, bravo të shoh, po jo, unë Po i rast është ai. një rast. Po mirë, pa dhe Dita më e ditë tjera. keqe. Dita më e keqe. Dita më e keqe mund të jetë për shembull 20.000 lekë, po thoj se adin. Po 20.000 lekë ditë. 20.000 lekë ditë. 20.000 lekë ditë nuk Pra, është. 20.000 lekë dita. Nuk e kanë të gjithë ata që bëjnë punë tetorare, mund ta kenë të 70.000 lekë dita, Bardi. Kështu që ti je me fat edhe në ditën tënde le të themi më të keqe. Kjo është diçka që ti i dedikohesh gjatë gjithë Ka se edhe një gjë tjetër, se unë këtë muzikë që i po i ngjut ju, unë i baj të shtëpia se kam program tillë. Okej. E paguaj $8 muajt atë programin, edhe kam edhe në telefon edhe në kompjuter. Që merr bazën muzikore. Po, domethënë heku këtë zonin që ka filan këngëtar për shembull, marr Sinan Hoxha, marr një këngëtar të mirë, ja heku komplet vokalin i fusë edhe ca elemente të tjera, shani kitarë, një tapan në xhantin. Po në fillim si të shkoj mendja që të marrësh një boks e të dalësh rrugëve, duke qenë se nuk ishe muzikant. Unë kam qenë në Francë, kam po shumë, që punojnë kështu edhe xharin edhe lek mirë. E di ku e kam thelbin unë që është tjetër gjë, okej, ke parë, po është tjetër gjë të dalësh vetë pastaj edhe të kesh ato komplekse se si do pritesh, si do të ke çik turp në fillime, ka qenë kështu për ty? Faktikisht, kër kam po në Francë, kam pas një shok spanjol, edhe ka qenë edhe dy çuna tjerë francez. Njëri knoka, tjeti kërceka, edhe tjeti, nuk e di, tjeti po thoj se menaxher, ka një ishte menaxher, një knoka, një kërceka. Edhe boshin lek mirë ato. Edhe thashën veti, thash, përderisa unë thash mundësi s'kam thash me hi, nështë në përdosme, tani si herë, thash, kuj dihet, nështë vjen dita që unë avash. Shonisi, do më. Po. Po, ti më origjinë nga je? Po kjam, për Vosharës. Po jeton në Tiranë? Po, tash, banë gati 10 vjetë që jam. 10 vite që jeton. 10 vite që ka ardhur. Po në Francë, Spanjë, ke shkuar me punë, pra çfarë të ka lidhur andes? Nëse ti dhe ti flet dëgjuat atyre vendave. Në Francë kam qenë si azilant, në fakt. Rreth 9 muaj kam nej në Zelme, apo kam nej gati 1 vjetë sa, kështu. Po në Greqi di që ka jetuar mirë? Greqi kam jetu gati 5 vjetë. 5 vite. 4 vjetë kam jetu pa shputje në Laminja, pastaj jem shput, kam shku prapë edhe 1 vjetë Këngë tjetër. greke, ke në repertor? Kam plet greke, po. Ke preferencë, goca? E kemi Selena Menjosis, Anise Enasti. Ja, do ta bëjmë për mbyllje atë, sa po të na thuash pak çfarë bën edhe me jetën private. A ke një gocë në jetën tënde, a ke familje? Jam Beqare? besor. Beqare si vjen mbase një në një vajzë të bukur edhe në orarin e punës, mund ta themi kështu në plazh, pse jo? Ka rastis, bëll me një Turiste, oftë tuja, për shembull, ma shumë. Të huaj. Turiste, të ecën me Çfarë të turiste. thon të huaj? Të huajt. Pëlqen, ju pëlqen muzika, ju pëlqen ritmi, kanë qef me kërcoj. Se pavarësisht se të ritmet që i marrën në për muzikë tjera, për shembull, ju fus edhe elemente tjera, ju fus në klarinë, në gjanë që ti ngranojnë njerëzit. Se jam shumë i dhonëm, jam shumë, thoj se i fiksum nga kjo pjesë, dhe rrejë që të në shpi, ullëm, kam atë karriken se kam ullë fiksë se ku me qanë në studio dhe me kompjutin porë. Cilat janë planet Bardi për të ardhmen? Çfarë do të bësh? Do që të angazhohesh më shumë, se jo të nisesh me ndonjë live, ndonjë dasëm, pra... Çfarë do të bësh tani? Atë qef kam edhe unë, për shembull, avash, edhe pse në rrugë është pak e vështirë që të ecësh në gjitesh shkallët shumë shpejt, por besoj se avash po punove, gjithë kush punon gëzën si thënë. Po Bardi, diçka më pëlqen të pavarësisht atyre që të gjykojnë edhe thonë ti si këngëtar, na shurdoje, na bëri se ka tilla komente. Ti e thua, unë nuk jam këngëtar, nuk jam profesionist, mua më pëlqen kënga, më pëlqen muzika, kushdo që pëlqen muzikën time, urdhro le të bashkohet. Kushdo ti 2 minuta do rish ai plazhi do të tregojnë që i bashkohen, po që
Dhe kjo komente është do gjëja ketë. më e bukur. Kështu që edhe më pëlqeu dhe ajo që thej që kritikat i merr gjithmonë si përmirësim dhe si Kam motiv përmirësu për shumë, se njerëzit më kanë veten. kritikuar dhe njerëz për shembull muzikantë, më kanë kritikuar dhe njerëz që janë shumë nalt me Unë karrierë. më drejtën, nuk e dija ke pa, po unë të kam komplimentuar. Një postimi im para disa muajsh, se fillon njerëzit duke thënë Bardi kështu, Bardi ashtu. Kur dole ke një reality show. Po, dhe një televizionin. Talent show. Talent show, kam thënë Bardi, ka qka kënon më mirë se sa gjysma e tregut që janë realisht këngëtarë dhe që e majnë veten për këngëtarë. Kështu që unë kam komplimentu se e meriton. Okej, ti e shijon edhe njerëz dhe shijojnë me ty. Kjo ka rëndësi. Okej, mirë, faleminderit shumë që erdhe, Bardi. Faleminderit Ishte shumë nga ju. kënaqësi të rreth sa më mbar, bësh sa më shumë lek. Po. Edhe marrë mirë. Shëndetin mbi gjitha. E mbyllim me këngën e fundit, fare shkurt. Me feluna me njofë. Ndashë mbyllim me ritëm që të deni. Me ritëm, çfarë dush ti, se s'kemi Qatë kohë për kesh gjithë, qef, shumë çfarë qatë kesh gati, e nisim Unë atë nuk dhe feluna me mbyllim. njofë, si duke qenë se Okej, di dhe mirë greqisht, po... Po, nuk e di nëse ishte kollaj, po gjithsesi. E gjena, ja jesh mirë se e të punën, nuk është më... Nga që jemi në limit të kohës, po gjithsesi, regjia ju e dini vetë, ne po e shijojmë pak më gjatë atmosferën me Bardin, ju dëgjoni sa fragmente të fillimit, shkoni pastaj vazhdoni itinerarin. Po, Premte. Ta shijojmë, sepse duhet shijuar kjo momenti, muzika. po, pa tjetër. Sa të Varet mundën të me duash ti kohë. vendos. Mos e Vendos, Po i vëri bëri Vendos, kërkesa Vendos, ky tash. Ja, se e vendos. E kemi gati? Gjeti?